Kur nuk më thonë Alin, po për hatër tonë e kam e thonë. Vedat Muriqi e ka mbajt fjallën që e ka dhënë para më shumë se 2 vitesh, kur thoshte se do t'ja thyej rekordin legjendës së Majorkës dhe Kamerunit, Samuel Eto'o. E dëgjojmë çfarë kishte thënë në shkurt të vitit 2024. Samuel Eto'o është realizatori më i mirë në histori. Ty duhen 30 gola për me ja thyej rekordin. A beson që do t'ja thyesh, Vedat? Kur nuk më thonë Alin, po për hatër tonë e kam e thonë. Nëse arri me përfundu karrierën këtu, edhe nëse vazhdoj normalisht me këtë formë, edhe me fizikisht që sheni vetën, po, jam i sigurt që kam e thy. Po, normalisht është futboll, nuk po dihet se çdo 6 muaj po ka merkato, po ka lëvizje, kështu që po varesh edhe fizikisht, po vjen një lëndim, pastaj pas lëndimit nuk po kthehesh ashtu siç je kon, edhe vjen deri te momenti që klubi thot nuk po na vysh. Edhe janë vërtetat e futbollit, por nëse vazhdoj kështu fizikisht edhe mentalisht siç po e një veten, edhe nëse vazhdoj deri në fund karrierës, deri në përfundim të kontratës, besoj fuqishëm që po,